Përshëndetje të gjithë qendrestarëve, përshëndetje të gjithë atyre që janë në shesh edhe atyre që nuk ka pas mundësi të jenë në shesh. Unë jam një djalë i diasporës, një nga ata që kam organizuar dhe autokollonat për të ardhur në Shqipëri për t'u bashkuar protestën në Tiranë. Po them këtë gjë sot publikisht sepse po pres që ministri i brendshëm më nxjerrë non grata edhe mua si shqiptar që jam, ashtu siç po e bën edhe me bashkëdhetarët e tjerë. Tani, si qytetari i Cerrikut, doja të thoja diçka për sa i përket reformës territoriale, sepse atë vend e kam njohur në çdo fshat, në çdo rrugë, në çdo lagje, gjithë të rinjt, pleqt e gjithë me radhë. Edhe shikoja kur Partia Socialiste shkonte edhe ju kërkonte votot të gjithëve për të arritur qëllimet e saj, por po shoh që sot nuk ka shkuar që t'ju kërkoj banorëve të Cerrikut a janë dakord që të shkrihet ajo bashki e të bashkohet me Elbasanin. Kisha dy fjalë tjera, i bëj thirrje kryetarit bashkisë Cerrik, Florenc Tokës, të dalë publikisht dhe të kundërshtoj shkrijen e bashkisë, nëse nuk është i gatshëm në mbrojtjen të mbroj institucionin për të cilin kërkon votën, atëherë duhet të largohet. Andi Salla, ministri i bujqësisë, duhet të kesh të qartë se Cerriku nuk do të pranoj të aneksohet dhe të administrohet si periferi e një bashkie tjetër. I bëj thirrje SPAK-ut të verifikoj bizneset e mdhaja dhe të hetoj i ata që janë aksionerë, sepse janë të gjithë politikanët e korruptuar aksionerë në të gjitha bizneset e mdhaja. Janë ata që pilotojnë fondet, janë ata që na ngre grattaciela nga të gjitha anët, janë ata që bëjnë vila luksoze kudo me parat tona, janë ata që duhet na japin neve shpjegime se ku çojnë taksat tona dhe çfarë bëjnë me fondet e zhvillimit. Dhe nuk jemi ne që duhet të japim shpjegime atyre që rrinë në shesh dhe kërkojnë llogari. Jo, përshëndes.